Zar, Mirëdita, si e? A jemi? Unë i marë me shku të shmi. ajo misi keni orë, pas për mesë dhe udhesje dhe departamentit për konsumator dhe vazhdojmë takimin pas të. Pra përsi shpejtimu shqetësimin që është mbi, regulatorimi koshtë që është gjeni, është ka përcjelja ka të transporte, ne kemi të raste që veç, sa për kemi mbi, jemi ka e realizojmë, jo kuptoni që regulatori nuk përnë në atë hapë në punë shpejt. Në raste evidentuar devijimet e orëve tarifore, dhe se cili konsumator që është dëmtu në aspektin financiar, që është konsumatorit kompensat. Dhe këni të garantume. Faleminderit shumë, atëherë më lejoni që që paraqes dëshmitë të cilat i kam mbledh unë personalisht dhe ato të cilat i kam marrë edhe prej qytetarëve të cilët kanë shkruar në këto 2-3 ditë e fundit vazhdimisht pa ndërprej. Këtë dosje po e lë këtu me juve, devijimet i keni pas sepse kanë qenë edhe mediatike, pra disa sa për t'i shpalos ora 12 e natës me 3 pasdite, ora 12 e natës prap me 3 pasdites aty ke 1, 10 e natës me 3, e kështu me radhë, pra plot raste të tilla të cilat unë me kërkesën time në prioritet që bëhen hetime të pavarura. Pra ju si zyrë regulatorit energjisë duhet të autorizoni hetimet të pavarura forenzike për me pase në çfarë shkallë ka devijime dhe keqpërdorime të tilla. Qytetarët padrejtësisht duket se janë faturuar për energjinë të cilën kanë menduar se po e shfrytëzojnë energjinë me të lirën, por e kanë shfrytëzuar energjinë me shtek. Dhe kësaj t'i japim i përgjigje dhe informacion se çfarë po ndodh. Disa qytetarë ma dërguan edhe këtë foto, pra e lexova dhe reagimin derisa po vija këtu që prap reagimi tyre është manipulim, se thotë është devijim i vogël teknik, nuk do të më ushqetësu. Në mostrat tona 884 të cilat unë i kam mbledh, 87% dalin që nuk e masin kohën saktë. Pra nuk po flasim për devijime teknike, gabime teknike, po flasim për keqpërdorime në masë të madhe, pra janë probleme sistematike të cilat dhe du me kërku për juve që me ndalu ndërhyrjet derisa përfundon hetimi adekuat ndaj gjithë këtyre njësove. Ju e keni atë kompetencë dhe unë kërkoj nga ju që me ushtru këtë kompetencë me njerë. Pra, ose ti njoftoni edhe organet e drejtësisë, e policinë, që mos ketë intervenime për t'i asgjësuar provat, sepse asgjësimi i provave është vepër penale dhe dikush duhet me marrë përgjegjësi dhe dënim meritor. Unë vazhdimisht edhe në prononcimet e mia kam thënë që zyra regulatorit energjisë përveç se rregullon, implementon rregullat e veta, duhet me mbrojt edhe konsumatori. Pra, unë këtu ju thras në përgjithësi sepse si ZRE keni dështuar me e hetu si rast, me inicu dhe kësaj kam kërkuar dhe ndërheqjen e bordit të zyrës regulatorit energjisë. Përmëtej, në këto momente, në këto ditë, po bëni edhe rishqyrtimin e tarifave të reja, pra unë kërkoj nga zyra regulatorit energjisë që mos bëj hapin e radhës në shtrejtimin e faturave të energjisë, të cilat edhe ashtu janë të shtrejta, qytetarët po kanë probleme me i përballu ashtu kështu faturat e energjisë elektrike, kështu që nuk do të duhej të merrni një vendim të tillë për shtrejtim. Dhe atë që e potencuat ju, me të drejtë, të gjithë qytetarët duhet të kompenzohen, duhet me u kompenzu për gjitha abuzimet dhe gjitha këto parregullësitë të cilat ju kanë ndodhur, pra secili cent i paguar padrejtësisht duhet me ju kthy secili qytetar të Republikës Kosovës. Këto janë kërkesat që unë i paraqes si Visar Azemi në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kam inicu këtë hetim, që kam inicu këto verifikimet të njësorëve. Prandaj jam sot këtu para jush edhe me kërkesat zyrtare të cilat sapo i bëra të qarta dhe të ditura për ju. Faleminderit Azem, unë dhe kolega imi staf teknik, bordi është vërtetë në mars. Unë në aspektin e shqyrtimit teknik të ekspertëve, ju siguroj se në secili rast do të shqyrtohet. Ndaj se kemi fillu këtë proces, jemi ka presim raporte zyrtare në parë, por pas që kemi marrë me natë, kemi në shqyrtimit konsumatorëve që faktet janë fakte, ato nuk më kukush, çdo devijim edhe një përkursimi. Çdo devijim që konstatohet dhe verifikohet, kesko bashkë me kërcen do të jenë të obliguar
parkimit të orëve kalibrimit është përgjegjësia e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, që shpresoj që të morë pa konkrete dhe ta. Me bazë të rezultateve që do të nxjerrin na, për shkak se ne edhe kur bëjmë vetim administrativ penal, në rast se konstatojmë që ka elemente ndërkohës penale, sigurisht që raportet të dërgohet edhe prokurorisë për aktivitet. Si institucion, si regulator, ne kemi të drejtën të sotit për konsumatorët, për shkak se konsumatorët na vetëm neve që besojnë në ne, edhe na duhet të besojmë te ta, edhe duhet të krijojmë punën tonë me profesionalizëm dhe me tjerë që ne kemi në dispozicion. Do të ju garantoj, por çështje të tjera, çdo shqetësim që kemi në publik, do të adresohet bordit dhe pastaj është çështje e modës bordit si është. Ndëgjom, me këtë qarje them që ky bord i ZRE-s ka leju këtë përdorim dhe këtë llogaritje të kecit, dhe unë nuk i drejtova ju, unë e pata fjallën për bordin, sepse ju jeni stati profesionist, të cilë të i bëni punë të ju, por me qenë se bordin nuk në takoj, atëherë ju me siguri që i përcjellni shqetësimet tona dhe mesazhet tona tek bordi. Këtë dosë që unë po e lë këtu me juve, ne nuk kemi me undalë, nuk do të ndalemi, do të kërkojmë llogaritën edhe nga Ministria, do të i drejtohemi edhe prokurorisë speciale, do të drejtohemi në secilin adresë ku janë organet të cilat kanë me një farë forme përgjegjësi ndaj këtij skandali të madh dhe kësaj të mbrojmë interesin e qytetarëve deri në fund. Prandaj unë dua ju falenderoj, këto po lë këtu me juve dhe për hapa të tjerë sigurisht për sqarim se kryesuesi i bordit është me një takim, nuk është momentalisht i zyre, na veç komunikuar me të ndajmë edhe të drejtë. Nuk besoj se po të shkojë edhe zyre ai do të kishte bazë të për shkak se detyra e unë është me komunikuar. Jo me parti politike, po me cilën do parti politike ose me cilën do shqetësim ose me cilën do organizohet që shpreh shqetësim të konsumatorëve. Ne sigurisht që kemi qenë ditë pra një muaj, sa është strategjia dhe kemi marrë masa konkrete, kemi ka përsi koste të tjera, mi eve dhe të një artikullus, për shkak se ne na duhet aspektin administrativ dhe po të mbrojshëm. Veç këto mos e lejoni, por mos e lejoni me ndërhy në azhësimin e provave, sepse kjo për mua është dëshmi e qartë. Këtu keps po ndërhyjnë në heqjen e njësorëve të cilët kanë defekte. Ne duhet me ditë sa njësorë kanë defekte, nëse nuk e dinë këta njësorë sa kanë marrë keq, dhe sa është kostoja të cilën e kanë penalizuar ose e kanë fakturuar të qytetarët padrejtësisht, ne duhet me ditë këto. Qytetari duhet me ditë, jo këto njësorë me u fut në përpako dhe me u largu e me u azgjësu. Thashtë më herët, azgjësimi i provave është vepër penale, ju e dini sigurisht sepse edhe jeni të fushës. Ne kemi një strukturë tarifore, e cila është ngjartur në përputhje, që do të thotë që konstatojmë që 15 orë janë me shtrajtën të sonon orë në tjetër. Kjo është harmonizuar në çdo njësor, që vendoset e konsumatorit duhet të kohë harmonizuar me këtë strukturë tarifore. Pra, të vjen me këtë strukturë tarifore, domethënë shkelje vendimi që ka bërë prezant. Faleminderit shumë. Pra po themi që në orën 10 të natës fillon faturimi me të lirë. Nuk mundet me qenë 10:02, 9:50, në 4 të mëngjesit ose struktura tarifore është publike, po, është vendimi i bordit, ne kemi përgatitur që çfarë vendim të bordit, çfarë strukturë tarifore me po dhe me vërtetu është ka implementuar te konsumatorët. që ku i keni prova që s'është bërë ashtu. Faleminderit shumë. Prova edhe për angazhimin dhe për çdo gjë tjetër nga kemi presim secili. Po që po konteksti se koshtet se ne jemi era vetëm momentalisht ose për këtë strukturë tarifore me shkuar, ose për këtë kalibrimit të çështje të tjera që kanë bënë me secilin e sorta, apo kalibrimin e sorta janë institucione të tjera që ne bashkërisht me ta në momentin kur fillojmë na kurrë byrosin argumente dhe fakte që kemi me të Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sa ja, ti mos shtysh fort. Që? Po.